Partia Socialiste e Durrësit festoi sot 35 vjetorin e themelimit të saj, në një ceremoni ku morën pjesë drejtues të lartë të kësaj force politike, mbështetës ndër vite dhe vetë kryeministri Edi Rama. Aktiviteti u zhvillua në qytetin bregdetar mes një atmosfere festive, ndërsa drejtuesit të PS-s ndanë certifikata mirënjohjeje për 9 prej themeluesve të degës së Partisë Socialiste në Durrës. Në fjalën e tij, Rama vlerësoi kontributin e socialistëve ndër vite dhe tha se rrugtimi i Shqipërisë është lidhur ngushtë me atë të Partisë Socialiste. Kur Shqipëria pati nevojë për stabilitet, ishte PS që e mishroi dhe garantoi atë stabilitet. Kur Shqipëria pati nevojë të ringrihej nga dështimet e mëdha, ishte PS që e ringriti. Ai theksoi gjithashtu se Shqipëria ndodhet më afër se kurrë antarësimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri e cilësoi Durrësin si simbol të transformimit të PS-s nga një forcë e vogël politike në një forcë dominuese në qark. Por realiteti në Durrës mbetet mes përmbytjeve, tërmeteve dhe skandaleve. Sa herë që bie në rreshje shiu, Durrësi është qyteti i parë që përmbytet. Zëdhënësja e antikorrupsionit në PD, Genta Vangjeli, ka akuzuar Bashkinë e Durrësit dhe Shoqërinë Rajonale Ujësjellës Kanalizime për dështim në mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimeve. Ajo akuzoi drejt për drejt kryebashkiaken Emiriana Sako për mungesë përgjegjësie dhe transparence. Një nga çështjet më të debatueshme mbetet projekti Durrësi Marina, i prezantuar si investim strategjik me vlerë 3.2 miliardë euro. Sipas një dëshmie të bërë publike, 2 prej godinave të para të ndërtuara në kompleks kanë pësuar ulje të konsiderueshme në teren. Deputeti demokrat Igli Kara deklaroi se opozita e ka denoncuar projektin që prej vitit 2023, duke e cilësuar atë një aferë korruptive mbi 3 miliardë euro.